Bujar, si e pritet momentin kur morë ftesën për t'ju bashkuar kombëtares së Shqipërisë për ndeshjet e marsit? Them të drejtën, ishte një ndjenjë shumë e mirë, ka ardhur në momentin më të mirë për mua dhe isha shumë i lumtur. Si ka qenë atmosfera gjatë këtyre ditëve të para me familjen Kuqezi? Si të kanë pritur lojtarët e tjerë? Kam gjetë një atmosferë shumë të mirë, lojtarët gjithë kanë qenë shumë të afërt, më kanë përkrahur, më kanë uruar mirëseardhje dhe jam shumë i lumtur këtu. Sa e veçantë do të jetë ndeshja me Polonin, duke marrë parasysh që ti luan në kampionatin polak? Po normal, është një ndjenjë e veçantë, pasi që luaj dhe atje dhe disa lojtarë aty më kanë pyetur për ndeshjen dhe si ndihem për këtë dhe do jetë një ndeshje e mirë besoj. A ka lojtarët e Polonia që ti njeh personalisht ose që ke pasur ndoshta edhe përballje me klubet dhe a ke pasur kontakt me ndonjërin prej tyre? Jo, kontakt s'kam pasur, po janë ne 2 lojtarë që kam luajtur kundër tyre dhe që luajnë në kampionatin polak. Kur u zbulua që do ishe pjesë e Shqipërisë, a pati interes në Poloni për të mësuar nga ty më shumë për Shqipërinë? Po, ka pasur interesa, kanë pasur dëshirë të dinë më shumë për Shqipërinë, për lojtarët, për gjithë, por normal ato janë gjana që mbesin te ne për taktikat, për këto gjana dhe të shohim se çfarë do ndodhë në ndeshje. Duke qenë se e njeh mirë kundërshtarin, mund ta tregosh disa nga pikat më të forta që ka Polonia si kombëtare? Kanë lojtarë të mirë në sulm dhe po ashtu edhe në mbrojtje dhe mes fush, po normal kisha thënë më shumë në fazën e sulmit. A e kishe menduar më parë që do ishe kaq pranë pjesëmarrjes në Kupën e Botës? Them të drejtën, jo, nuk e kam menduar ndonjëherë, por siç e thash edhe më parë, është një ndjenjë e jashtëzakonshme dhe jam shumë i lumtur të jem këtu. A është ky momenti më i rëndësishëm i karrierës për ty? Po, deri tani po. Ke ndonjë premtim ose ndoshta ndonjë mesazh për tifozët Kuqezi? Për tifozat Kuqezi kisha pas dëshirë të kemi sa më shumë përkrahje dhe shpresoj të japi maksimumin dhe të shkojmë tutje në ndeshjen me Polonin ta fitojmë.